Një aksident tragjik ka shkaktuar vdekjen e 2 personave dhe plagosjen e një tjetri të 3 pjesëtar të një familje. Ngjarja u shënua mëngjesin e sotëm pranë fshatit të Beltoj në Shkodër. Burri e grua kanë gjetur vdekjen, ndërsa djali i tyre ka mbetur i plagosur pasi benzi me targa Shkodre 9726C është përplasur me një kamion me targa po Shkodre 3582E me drejtues Sandër Zallin. Siç raportohet nga policia, viktimat janë Hysni dhe Maja Ibrahimi, përkatësisht 67 dhe 64 vjeç, ndërsa djali i çiftit të aksidentuar, Dritan Ibrahimi, 26 vjeç, është plagosur rënd dhe ndodhet në spitalin rajonal të Shkodrës. Nga të dhënat paraprake të policisë, mësohet se në momentin e aksidentit, kamioni po dilte nga një rrugë dytësore, ndërsa benzi po udhëtonte me një shpejtësi të madhe, e përpasoi përplasja ka qenë fatale. Policia e ka shoqëruar drejtuesin e kamionit, Sandër Zallin, ndërsa makina udhëtonte nga Lezhë drejt Shkodrës. Policia avion hetimet për shkaqet e kësaj ngjarje.